Shërbimi meteorologjik informon se të dielën territori ynë do të ndikohet nga një valë lagësht e cila do të shkaktoj kohë me shi dhe me borë. Në ndërkohë, fermerët kanë bërë transferimin e dhenjve nga bjeshkët për në viset ku klima dimrore ofron kushte më të favorshme për mbjetesën e tyre. Përshtypjet e para të blegtorëve gostivaras janë se edhe ky dimër do të jetë i lehtë për ta për shkak të hapësirave të bujshme me kullosa nëpër vendet e Maqedonisë Juglindore, të cilat do të jenë të mjaftueshme për ushqimin e dhenjve në kushte dimrore. Shërbimi meteorologjik informon se të dielën territori ynë do të ndikohet nga një sër e valës së lagësht e cila do të shkaktojë kohë me shi dhe me borë. Në ndërkohë, ende pa i kapluar bora malet, fermerët kanë bërë transferimin e dhenjve nga bjeshka për në viset ku klima dimrore ofron kushte më të favorshme për mbjetesën e tyre. Pjesa më e madhe e blegtorëve gostivaras këtë rrugëtim tashmë e kanë përfunduar. Një numër i konsiderueshëm i tyre këtë lloj migrimi e kanë bërë me mjete transporti dhe një pjesë të vogël e tyre ende ruajnë formën e vjetër të lëvizjes, atë në këmbë e cila zgjat për më shumë ditë. Lulzim Fejzullau nga shoqata e dhenjve të Maqedonisë Perëndimore njofton se blegtorët e gostivarit zakonisht dhënat e tyre i dërgojnë në kullotat dimrore të pjesës juglindore të Maqedonisë, atje ku edhe kushtet klimatike dimrore janë më të ngrohta, ndërsa mirëmbajtja e dhenjve është më e lehtë. Migracioni i dhenjve në vendet me klimë më të butë tashmë ka përfunduar dhe janë zhvendosur nga kullotat malore si që janë bjeshkët, duke zbritur në për kullotat fushore. Blegtorët tanë zakonisht bagtit e tyre i dërgojnë në rrethin e Velesit, Shtipit dhe në viset të tjera juglindore të Maqedonisë. Gjatë dimrit, klima atje është më e ngrohtë dhe bagtia ka mundësi që të kullot edhe jashtë. Përshtypjet e para të blegtorëve gostivaras janë se edhe ky dimër do të jetë i lehtë për ta për shkak të hapësirave të bujshme me kullosa në vendet e lartë përmendura të Maqedonisë Juglindore, të cilat do të jenë të mjaftueshme për ushqimin e dhenjve në kushte dimrore. Ndërkaq, fermerët që kanë numër më të vogël të dhenjve i mbajnë ato nëpër kasolla afër shtëpive, por në rrethana të këtilla shpenzimet janë shumë më të larta sepse atyre duhet t'ju sigurohet ushqimi deri në pranverë.